edhe jeta e tyre ka ndryshuar. Edhe tani, që duhet të ndodhë në fakt me të gjitha ata që i besojnë në Jezusit. Do për shkak të asoj që ndodhi, për shkak të asoj që Jezusi bëri, për te asoj që kemi qenë përpara se ta njëmi në Jezusin, duhet të kemi një bijë ndarse, si po shkon jeta jonë, si po jetojnë në jetën tonë. Edhe një nga arsyet që e shohëm, është kjo që shohëm që njerëzit, ata që ishin skeptiki, që nuk e besonin që Jezusi është ringjallur, mbasi Jezusi u ringjall, jeta e tyre ndryshoi. Edhe një nga këta ishte Pali, ai që po na shkruan në lidhje me këtë. Jeta e Palit ndryshoi, se ishte Saul, nuk u Pal, edhe nga një përndjekës e një përndikues. Tani edhe jeta jonë në fakt duhet të ndryshojë nga ajo që kemi qenë para se ta kemi njohur Jezusin, në atë që jemi tani edhe në atë që do të bëhemi në të ardhmen. Se në qoftë se jeta jonë nuk ndryshon, ndoshta ne kemi vetes tonë në qiell. Do të imagjinoj këtë që dikush, dy prindër janë bërë prindër, edhe fakti që kanë fëmijë nuk po i ndryshon mënyrën e jetesës së tyre. Tani edhe lajmi i mirë është kjo, që do të na thotë të vërtetë që Perëndia të ka falur, ka vdekur për mëkatet e tua, është ringjallur, edhe ti të jetosh tani sikur kjo e vërtetë nuk ka ndodhur. Ose ka shumë mundësi që nuk e ke thënë vetes tënde lajmin e mirë atë që Perëndia ka bërë, ose ndoshta nuk po e beson në të vërtetë atë që ka ndodhur. Kështu që nëse do të shtyj, edhe a ka një vijë ndarse në jetën tënde? Nëse je besimtar, do të ketë një vijë ndarse që kështu kanë qenë, po për shkak të Jezusit tani kështu janë. Edhe kështu dua të bëjmë, se ne në fakt nuk duam të rrim ashtu. Se Pali pastaj prapë në letra e Korintasve na tregon që ka disa që janë fëmijë në besim. Edhe Pali thotë jo, do të gjithë që e pranojnë Jezusin në fëmijë, edhe tani duhet të arritemi në njohjen e Perëndisë. Nuk duhet të rrim, duhet të jetë kjo vija ndarse, po jo të rrim atje, duhet të arritemi, edhe si arritemi nëpërmjet fjalës, nëpërmjet lutjes, nëpërmjet bashkësisë, nëpërmjet të ndarjes, nëpërmjet të dhënies, nëpërmjet të përdorimit të talenteve të tua. Tani,